Miq të Top News ju përshëndes, unë jam Gjoj Malësia dhe jemi me programin Breaking, do të qëndrojmë dhe në 3 orët në vijim me ngjarjet dhe zhvillimet kryesore. Ne do të ecim më tej me zhvillimet politike që lidhen kryesisht me mbledhjen e Këshillit të Mandateve, ku do të përcaktohet edhe fati në thonjza i zëvendës kryeministres, ministres e energjetikës dhe gjithashtu deputetes në Kuvendin e Shqipërisë, zonjës Belinda Ballu, ka patur një mbledhje me dyer të mbyllura, kjo si rrjedhoi e kërkesës nga vetë prokuror. Ndërkohë të lidhemi live me 2 kolegë, Alkeda Shaba dhe Gerona Hate, se i takon pikpamjes juridike dhe asaj se çka ndodh në aspektin politik me disa protesta që po zhvillohen. Po e nis me Alketën për rendin e procedurave. Alketa, çfarë po ndodh dhe çfarë pritet të vijojë më tej në bazë të mënyrës se si procedohet në raste të tilla? Të përshëndes, Gjoj, përpara kryesisë së Kuvendit ditën e sotme u zhvillua në fakt një protestë e cila ishte organizuar nga shoqëria civile si edhe nga disa pjesëtarë të Partisë Mundësia. Ishte një protestë e cila zgjati për më shumë se 1 orë, ndërkohë që në këtë moment protestuesit sapo janë shpërndarë vetëm para pak minutash, të cilët protestuan me pankarta në duar, duke kërkuar në këtë mënyrë nga edhe nga Këshilli i Mandateve, por edhe nga Kuvendi që të votojë dhe të miratohet kërkesa e prokurorisë posaçme antikorrupsion për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Ballu në mënyrë që të arrestohet nga Prokuroria Posaçme Antikorrupsion për vjedhje që ajo ka bërë, thonin protestuesit edhe pak më parë, ku siç thash ishte një protestë e cila zgjati për rreth 1 orë, ishte një protestë në fakt e paqësore që u zhvillua mes shoqërisë civile dhe disa anëtarëve të Partisë Mundësia. Në fakt Prokuroria Posaçme Antikorrupsion ditën e sotme përfaqësohet nga 3 prokurorë në mbledhjen që po zhvillohet në kryesinë e Kuvendit, mbledhja ose Këshilli i Mandateve i rregullores dhe imuniteteve, ku nga Prokuroria Posaçme ka mbërritur kreu i ri i Prokurorisë Posaçme Antikorrupsion Klodian Brau, si edhe 2 prokurorët të çështjes Balluku, konkretisht zoti Dritan Prençi si dhe Dorina Beko. Kjo e fundit u shtua vetëm ditën e djeshme dosjes penale, u shfaq në seancën e cila u zhvillua ditën e djeshme në shkallën e dytë të gjyqësorit, ku Belinda Balluku kërkoi shfuqizim vendimit edhe nga Gjykata e Posaçme Antikorrupsion sa i përket 2 masave të sigurisë vendosur ndaj saj e pezullimit për të ushtruar detyrën si edhe ndalim i daljes jashtë territorit të vendit. Prokurorët e Posaçme Antikorrupsion kërkuan në fakt edhe gjatë ditës së djeshme, ishte një shkresë e cila ju dërgua Këshillit me firmën e prokurorit Dritan Prençi, që është dhe prokurori i cili ka jetuar prej kohësh të çështje dhe prokurori i cili lëshoi masat e sigurisë ndaj Belinda Balluku dhe 2 vartësit të saj, ai i cili kërkoi që kjo mbledhje të zhvillohet me dyert të mbyllura në mënyrë që sipas tij të ruhet sekreti hetimor, pra të mos dali hetimi që po kryhet nga ana e Prokurorisë Posaçme Antikorrupsion, pavarësisht se s'pa ka bërë zyrtare tashmë që Belinda Balluku po hetohet për disa procedura tenderimi që nuk lidhen tashmë vetëm me unazën e madhe dhe me ndërtimin e 7 loteve apo edhe me tunelin e Llogaras, që ishte dhe procedura e parë e cila u bë publike nga ana e Prokurorisë Posaçme në momentin që u komunikua akuza Ballukut për shkeljet e barazisë pjesëmarrjes në tendra apo ankande publike, por janë edhe disa procedura të tjera të nderimit, të paktën 3 të tjera që u komunikuan zyrtarisht nga ana e Prokurorisë Posaçme Antikorrupsion, për të cilën po hetohet Belinda Balluku në dyshimet se edhe në këto tendra ka paracaktuar fituesit e tyre. Megjithatë, ka disa dyshime të tjera Prokuroria Posaçme Antikorrupsion, siç është ajo e intimidimit të dëshmitarëve nga ana e zonjës Balluku, për të cilat Prokuroria Posaçme disponon disa prova që kjo e fundit ka ushtruar presion ndaj një vartësit e saj që bëhet fjalë për një specialiste të nivelit të lartë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, momentin që kjo e fundit u paraqit në SPAK për të marrë në pyetje, por dhe u komunikua akuza zyrtarisht nga ana e prokurorit Prençit. Dyshohet se Belinda Balluku e ka kërcënuar këtë fundin dhe i ka ushtruar presion për mënyrën se si duhet të jepte ajo dëshmitë përpara organit të akuzës. Pavarësisht një gjë e tillë në fakt u mohua nga 2 avokatët e saj mbrojtës, nga zoti Ardian Kalia, i cili ndodhet i pranishëm ditën e sotme në Këshillin e Mandateve dhe përfaqëson në këtë mbledhje pikërisht zëvendës kryeministre Belinda Balluku, por nga ana tjetër ishte dhe motra e saj Pamela Qirko, ajo i cila ishte e pranishme dje në apelin e posaçëm dhe kundërshtoi pikërisht pretendimin e ngritur nga ana e 2 prokurorëve Dritan Prençi dhe Dorina Beko sa i përket një kërcënimi të mundshëm që është bërë nga Belinda Balluku ndaj vartësve të saj. Nga ana tjetër dyshohet se zonja Belinda Balluku mund të edhe të arratiset, pra mund të largohet jashtë vendit, ndaj është vendosur edhe
masa e bllokimit të pasaportës. Megjithatë, prokuroria e posaçme antikorrupsion nuk janë tashmë të mjaftueshme 2 masa sigurie vendosur ndaj saj, por kërkohet një masë e tretë dhe një masë më shtrënguese se kaq, ose ajo e arrisit në shtëpi, ose e arrisit në burg, ndërkohë që SPAK nuk e specifikon se cilën prej masave kërkon ti ngarkojë zyrtaria Belinda Balluku, por në shkresën dorëzuar kuvendit vetëm 3 ditë më parë, kërkoi vetëm që të hiqej imunitetin në mënyrë që të vijojë me procedurën e mëtejshme për të vendosur një masë arresti në ngarkim të Belinda Ballukut për shkak se sipas SPAK-ut janë vlerësuar pozitat ndaj saj, par kjo edhe nga mesazhet që prokuroria e posaçme antikorrupsion ka zbërthyer deri në këto momente që janë gjetur në celularët e ish-bardhës të saj, një prej telefonave ka qenë edhe ish kryetarësh e vicepremierit që prej kohësh ndodhet në masën e sigurisë arrest në burg, çka çoi në këtë mënyrë edhe në marrjen e pandehur të zëvendës kryeministres së vendit Belinda Balluku. Siç thash, kemi tashmë një ngarkesë penale edhe më tepër zën Balluku, çka ka shkruar tashmë prokurorën e posaçme antikorrupsion që të kërkonte të bënte këtë kërkesë pranë kuvendit vetëm pak ditë pasi gjykata kushtetuese u shpreh pozitivisht lidhur me ankimimin e dorëzuar nga kryeministri i vendit Rama, i cili kërkoi të pezullohet përkohësisht vendimi i masës e sigurisë pezullim nga ushtrimi i detyrës për Belinda Ballukun, dhe kjo e fundit të rikthehej në detyrë deri në momentin që kërkesa e tij do të shqyrtohej në themel pikërisht nga trupa e gjykatës kushtetuese. Dhe pasi gjykata kushtetuese pranoi këtë ankimim dhe riktheu në detyrë Ballukun, kjo shtyu edhe SPAK-un që të bënte kërkesën e tillë për të hequr sa të fundit imunitetin. Megjithatë, kemë siguria vlen për të specifikuar që nuk u shqyrtua ditën e djeshme nga gjyqtarja e apelit të posaçëm Miliana Muça, duke qenë siç e shprehur gjykata më e lartë në vend për të rikthyer në detyrë zëvendës kryeministrin e vendit, dhe thashë duhet të presim deri në datën 22 janar kur të shprehet kushtetuese në rast se do të pranojë apo jo ankimimin e dorëzuar nga ana e qeverisë për të shfuqizuar totalisht vendimin e dhënë nga gjyqtari i hetimit paraprak Erion Çela nga GKK-ja në datën 22 nëntor, dhe më pas do të shprehej apeli i posaçëm për ankimimin që Balluku dorëzoi për këtë masë sigurie. Megjithatë, është interesante për të parë se çfarë do të bëhet ditën e sotme në mbledhjen e këshillit të mandateve dhe të imuniteteve që ka nisur prej disa orësh, dhe më pas i gjithë relacionet të përgatitet nga ana e deputetëve për të përcjellur më pas Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për ta kaluar në votim kërkesën e SPAK në rast se kjo kërkesë do të miratohet apo do të rrozohet nga ana e ligjvënësve. E qartë, faleminderit Alkida, mbetemi në kontakt për çdo zhvillim, ndërkohë lidhemi dhe me Gerionën për të parë se çfarë ndodh nga pikpamja politike. Gerona, të përshëndes edhe një herë, ka patur një mbledhje të qeverisë në praninë e kryeministrit Rama, më pas një protest e zhvilluar para kryesisë kuvendit, por thirrjet për protesta kanë qenë të shumta. Ka patur një protest nga Lëvizja Bash, nga Mundësia, një protest që vazhdon përpara kryeministrisë, një tjetër protest kombëtare të thirrur nga Partia Demokratike dhe aleatët. Çfarë po ndodh? Gjoi, të përshëndes, prej orës 10:30 vijon mbledhja me dyer të mbyllura e Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin. Çdo gjë që po zhvillohet në këtë mbledhje është mbajtur në mënyrë konfidenciale, megjithatë, sipas burimeve nga brenda mbledhjes, deri në këto momente diskutimi është ndalur tek çështje procedurale. Avokati i mbrojtës i zonjës Balluku ka kërkuar që t'i vihet në dispozicion të gjitha aktet e mbërritura në kuvend së bashku me USB-n ku ndodhen provat hetimore të prokurorisë posaçme antikorrupsion, në bazë të cilave ajo pretendon se pozita penale e zonjës Balluku është rënduar, ndaj do të duhet të zhvishet nga imuniteti parlamentar në mënyrë të tillë që t'i hapet rruga një mase sigurie më të rëndë, të tillë si arrest të shtëpie apo arrest me burg. E në fakt në të njëjtën kërkesë kanë qenë edhe deputetët e Partisë Demokratike, të cilët po ashtu kërkojnë që t'i vihet në dispozicion USB-ja e mbërritur tek kryetari i kuvendit Niko Peleshi, e cila aktualisht ndodhet në kasafortën e specialistit të protokollit të kuvendit në kushtet kur sipas mazhorancës dhe asaj çfarë ka thënë prokuroria përbën një sekret hetimor. Qëndrimi i SPAK-ut ka qenë se mund të njihen deputetët me këtë USB, por nga ana tjetër Partia Socialiste kërkon që të mos dalë ky informacion
dispozicion jashtë dyerve të mbledhjes së Këshillit për rregulloren mandate dhe imunitetin, duke qenë se dhe persona të tjerë janë të përfshirë në këtë çështje hetimore dhe do të përbënte cënim të sekretit hetimor. Fillimisht Partia Demokratike ka kërkuar që mbledhja të jetë me dyer të hapura, të jetë aksesueshme për media dhe në të marrin pjesë edhe deputetë të tjerë të cilët nuk janë antar në këtë këshill, duke qenë se ky është një organ këshillimor, do duhet të përgatisin raport dhe deputetë të tjerë mund të marrin pjesë sipas Partisë Demokratike. Kjo kërkesë nuk është pranuar nga ana e këshillit, qoftë për zhvillimin e mbledhjes me dyer të hapura, po ashtu edhe për prezencën e deputetëve të tjerë. Ka qenë kryetari i Partisë Mundësia Agron Sheaj së bashku me deputetin Erald Kapri, të cilët kanë trokitur në derën e këtij këshilli, kanë dashur që të futen brenda, por janë përplasur me efektivët e Gardës së Republikës së Shqipërisë, të cilët në zbatim të protokollit i kanë thënë se nuk mund të aksesojnë këtë mbledhje. Ende nuk është futur mbledhja në thelbin e çështjes, pra në relatimin e provave hetimore, në pretendimet që ka Spaku se Belinda Balluku për shkak të gjitha rrethanave dhe personalitetit të saj mund të kërcënoj dhe intimidoj dëshmitarët, mund të tjetërsoj apo të dëmtoj provat hetimore dhe për këtë arsye do të duhet që të vendoset në saj një masë sigurie më e fortë se sa dy masat fillestare që janë vendosur, ajo e pezullimit nga detyrat qeveritare si zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, po ashtu edhe masa e dytë e ndalimit të daljes jashtë vendit. Pritet që kjo të jetë një mbledhje që të zjas në kohë dhe nuk përjashtohet mundësia dhe e një shtyrje dhe për të rifilluar më pas mbledhja dhe në një ditë tjetër, kjo për shkak të kërkesës së vazhdueshme për të pasur në dispozicion prova dhe ende ligjvënësit, por edhe palambrojtëse e Ballukut nuk i kanë provat hetimore të prokurorisë posaçme antikorrupsion. Sipas asaj çfarë kemi mësuar nga deputetët të cilët kanë ndjekur edhe procedurat të tjera të ngjashme më herët për heqje të imunitetit, ata kanë thënë se ju është vënë në dispozicion nga ana e kuvendit qoftë kërkesa e prokurorisë së bashku me relacionin përkatës dhe me provat hetimore, dhe më pas është nënshkruar një deklarat konfidencialiteti ku vetë deputetët marrin përgjegjësinë që provat hetimore që përbëjnë sekret hetimor të mos bëhen publike. Dhe ky është rasti i parë kur kjo po mbahet totalisht sekrete dhe nuk po i vjen në dispozicion ligjvënësve të cilët duhet të njihen me provat dhe më pas të marrin një vendimarrje të bazuar dhe të arsyetuar, pra do duhet ta shohin a ka realisht prova të mjaftueshme për t'u hequr imuniteti zonjës Belinda Balluku apo jo. Vetë kjo e fundit e kishte sot të drejtën që të ishte pjesë e mbledhjes së Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin, por zgjodhi të mos ishte e pranishme, dërgoi avokatin e saj mbrojtës dhe vetë ishte dhe besoj ende duhet jetë në godinën qeveritare, ku pati fillimisht në orën 10 një mbledhje të kabinetit qeveritar, më pas për pak minuta pas përfundimit të kësaj mbledhje qëndroi në godinën qeveritare vetëm kryeministri Edi Rama së bashku me zëvendësen e tij Belinda Balluku, ndërkohë që më pas Rama u largua për të vijuar agjendën e tij kryeministrore. Nuk ka ende detaje se cilat kanë qenë vendimarrjet e Këshillit të Ministrave, por vetë kjo zgjedhje e Ballukut për të mos qenë pjesë e kryesisë së kuvendit në mbledhjen e Këshillit dhe për t'u bashkuar mbledhjes së kabinetit qeveritar tregon në mënyrë simbolike atë çfarë kryeministria ka argumentuar në procesin e ndjekur për masën e pezullimit nga detyra në gjykatën kushtetuese, se Balluku duhet të jetë pjesë e mbledhjeve të kabinetit qeveritar, pasi pezullimi i saj nga detyra do të përbënte një pengim të punëve qeveritare. Në ndërkohë, sikurse e theksove edhe në bulevardin Dëshmorit të Kombit ka pasur sot mjaft zhvillime krahas mbledhjes në kryesinë e kuvendit dhe mbledhjes të kabinetit qeveritar në kryeministri. Ka pasur edhe një protestë në dyert e kryesisë së kuvendit organizuar nga përfaqësues të shoqërisë civile, po ashtu edhe nga antar të Partisë Mundësia. Ata mbërritën këtu me pankarta në duar dhe kërkonin drejtësi. Pankartat e tyre thoshin pa drejtësi, nuk ka bashkim evropian, e shohin si një gur themeli dhe kërkonin dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama së bashku me numrin 2 të qeverisë
Belinda Balluku. Nga ana tjetër ka pasur pretendime të vazhdueshme nga opozita se arsyeja pse kjo USB mbahet sekrete dhe refuzohet në mënyrë kategorike që t'ju jepet deputetëve të opozitës apo edhe të bëhen publike për mediat detajet të kësaj USB-je është sepse sipas tyre në këtë dosje figuron edhe vetë shefi ekzekutivit Edi Rama. Do të shohim në vijim se si do të jetë gjithë procedura e ndjekur në kryesinë e kuvendit. Këshilli Përrregullor e Mandatet dhe Imunitetin ka 2 javë afat që të dalë në një raport nëse do duhet i hiqet imuniteti i zonjës Balluku apo jo. Dhe më pas procedura vijon në seancë plenare, votimi është i një karakteri të shumicës së thjeshtë, pra do duhet që vetëm me votat e Partisë Socialiste mjafton për të pasur një vendimarrje të qartë nëse do të hiqet imuniteti i zonjës Balluku apo jo. Deri më tani nuk ka pasur asnjë prononcim, deklarat të eksponentëve të Partisë Socialiste që fakton në mënyrë të qartë vendimarrjen e tyre politike. Pra deri më tani ne nuk dim se si është qasja e Partisë Socialiste. Ka pasur vetëm një reagim të kryeministrit Edi Rama ditën kur kërkesa mbërriti në kuvent. Ai thoshte se do të mbahet një qëndrim i drejtë, do të angazhohet Partia Socialiste në këtë procedurë me të 83 mandatet që ka në kuvendin e Shqipërisë. Megjithatë, do të shihet nëse do të jetë një vendimarrje që shkon drejt zhveshjes së Ballukut nga imuniteti parlamentar apo jo. Pra kjo është një vendim që i takon Partisë Socialiste duke qenë se ka shumicën e mandateve në kuvendin e Shqipërisë. Në ndërkohë, në qoftë se brenda 3 muajve kuvendi nuk shprehet për këtë kërkesë, pra nuk ka një vendimarrje, ajo konsiderohet erëzuar sipas rregullores së kuvendit dhe prokurorët e çështjes nuk mund të veprojnë më tej për t'i caktuar një masë sigurie më të fortë zonjës Balluku, të tillë si arrest në shtëpi apo arrest në burg. Ndërkohë, Gerda, e the dhe ti që ka patur një ambiguitet, një mos shprehje qëndrimi të qartë politik lidhur me fuqinë e kartonave në parlament. Sa do të zgjas diçka e tillë dhe si shpjegohet? Nuk ka ende një qartësi ndoshta në PS për vendimin? Normalisht që udhëzimet priten nga kryeministri Edi Rama, është ai i cili jep direktivat e qarta se si do të jetë qasja e të gjithë grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Nga ajo çfarë kemi mundur të komunikojmë, nuk ka ende një udhëzim të tillë të qartë që çon Partinë Socialiste drejt një vendimarrje politike dhe ka pasur qasje të tillë deri më tani kryeministri Edi Rama duke i dalë në një farë mënyrë në mbrojtje zëvendëses së tij Belinda Balluku, pasi në momenti kur u caktua masa e sigurisë e pezullimit nga detyra dhe ajo e dalimit të daljes jashtë vendit, vetë kryeministria u bë palë në këtë proces dhe çoi në emër të vet nominal këtë çështje në gjykatën kushtetuese duke kërkuar që masa e sigurimit e pezullimit nga detyra të shfuqizohej pasi sipas kryeministrisë nuk është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e cila në nenin 103 të saj i garanton ministrave të kabinetit qeveritar imunitet të njëjtë me atë të deputetit, e po ashtu thuhet se Kushtetuta nuk parashikon në asnjë pikë të saj një pezullim të ministrit nga detyra, parashikohet vetëm emërimi dhe shkarkimi dhe organi i emërtesës do duhet të flasë për këtë çështje. Pra nuk mund të caktohet pezullimi sipas kryeministrisë nga gjykata e posaçme antikorrupsion. Betejë institucionale për këtë çështje do të zhvillohet në datën 22 janar në gjykatën kushtetuese, ku do të jenë sërish të gjitha palët të ulura në tryezë, qoftë përfaqësia e prokurorisë posaçme antikorrupsion, po ashtu edhe e kryeministrisë për të shpalosur të gjitha argumentat përkatëse që padyshim nga ana e SPAK-u do të thuhet se ka rrezik që të prishen provat apo të intimidohen dëshmitarët, e qëndrimi i kryeministrisë do të jetë ai i problematikave që sjell pezullimi i Ballukut për shkak të mos funksionimit normal të punimeve qeveritare në Këshillin e Ministrave. Por vetë qasja që Rama ka mbajtur në këtë procedurë të ndjekur në gjykatën kushtetuese le të kuptohet se ndoshta ka një hezitim sa i takon pikërisht lënies së Ballukut si qytetare e thjeshtë përpara drejtësisë.
Me qartë, Gerold, shumë faleminderit për raportimin, kam përshtypjen do të mbetemi në kontakt në rast se do të ketë edhe ngjarje të tjera nga kampi qeveritar. Do të shkojmë ndërkohë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak në studio për një analizë politike dhe juridike të asaj se çfarë po ndodh.